Atëherë miqtë e emisionit Koha Shtesë, që t'i urojmë të gjithë shqiptarët, pasi Shqipëria për herë të parë në histori ka shkuar në play-offin e botrorit, urime gjithë shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut dhe kudo ku jetojnë shqiptarët. Gjithashtu dua të urojmë edhe të intervistuarin që kemi sot, gazetarin Skerdi Lajt, Sullozeqi. Skerdi, të përshëndesim dhe shumë urime për të fitore të madhe të Shqipërisë, sepse është vjedhë ne. Përshëndetje Claudio, faleminderit për ftesën. Është vërtet që ky është një moment historik për kombëtaren ton, edhe një moment historik edhe për ne si komb, jo thjesht vetëm për kombëtaren sa i përket futbollit, sepse tashmë siç e dim, futbolli është sporti më i ndjekur në botë dhe normalisht në këtë kuadër është si më thënë, janë ndeshje vitrinë edhe kombëtarja përfaqëson dhe traditat dhe zakonet dhe po themi më të mirat, vlerat përcjell më të mirat e popullit ton, pra shqiptar. Në Shqipëri, në Kosovë, në Troje, gjithandej ku ka shqiptar. Domethënë kjo ishte një arritje historike. Duhet ta quajmë vetëm me fat, Skerdi, për faktin që ky brezi jon e ka parë Shqipërinë 2 herë në Europianë, ndoshta një herë në botror, ndërkohë në të kaluarën ka kaluar shumë breza dhe nuk e kanë parë dot Shqipërinë as edhe një herë në to arritje kaq të mëdha. Në fakt, me fat patjetër me fat, por natyrisht dhe fal punës. Shiko, unë mendoj se ne mbas demokracisë atëherë na ka ardhe mira, pra mbas rënies komunizmit, sepse normalisht për post aspektit politik bëhet fjalë dhe për çështjen e demografisë, pra shpërndarjes së popullsisë. Ku siç e dim, shumë shqiptar kanë emigruar jashtë shtetit dhe normalisht veçën jashtë shtetit fëmijët e tyre janë rritur andej dhe ky është fati mirë që brezat të rinj po rriten dhe po shkollohen dhe po investojnë në sport jashtë shtetit, ku kultura e sportit është më e madhe se sa në vendin tonë, siç dhe infrastruktura po ashtu. Dhe kjo po përkthehet në benefite për Shqipërinë, pra për konkretisht për kombëtarët tonë dhe për ne si popull dhe si komb. Për shkak normalisht të këtyre fëmijëve të emigrantëve që kanë bërë një kombëtare fantastike, duhet thënë, dhe janë çuna të rinj dhe erdhi koha, fal Zotit, që shumë shqiptarë të luajnë në Serie A mbi 12 total, edhe shumë në ekipe të tjera elitare nëpër Europë. Dhe normalisht presin që dhe brezat të rinj, po të shikojmë U17, U19, U15, janë shumë fare shqiptarë, fëmijë emigrantë, të cilët po rriten nëpër akademira shumë mira në Europë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë për ne, domethënë për kombëtaren tonë. Kërdi të kalojmë pak të ndeshja e djeshme kundër Andorrës. Atë la një shije jo të mirë si ndeshje zhvilluar për ti 3 pikë të marra, apo beson dhe ti jetë këto komendet që tha edhe Silvinio pas ndeshjes, apo disa njerëz tjerë që okay, Andorra kështu është mundur dhe nga Anglia, apo njëkohësisht ndërkohë që Shqipëria po fiton 1-0, edhe Italia ka arritur të fitojë vetëm 1-0 kundër Moldavisë dhe i duheshin ato pikët. Shiko, ndeshja e djeshme për mua pati 2 anë medalje. E para ishte fitoria, pra 3 pikë që i marrë prej nesh, dhe e dyta ishte loja e zhvilluar. Por mos harrojmë këtu te loja e zhvilluar, ne hasëm shumë vështirësi te ky takim për shkak të cinizmit kundushtarit. Po ta vini tre ka qenë një lojë jashtëzakonisht cinike dhe mua më ka lënë përshtypje shumë negative, si të thuash, nga ekipi kundërshtar, sepse zhvilloi një lojë shumë të pistë, të ndyrë. Për po themi që ishin në vend të fundit, kjo nuk ka rëndësi, sepse në sport normalisht luhet, janë profesionist dhe luhet për më të mirën. Por po të shikoni të lojën, kishin një rreshtim 4-4-2, luanin me mbi 8 dhe afroheshin dhe 2 sulmuesit në mbrojtje dhe vënë gati totalisht ekipi. Dhe mëtej ndërhyrjet e tyre kanë qenë ndërhyrje mjaft po them negative. Kap nga bluza, tërhiq, gjua, e kupton, terreni ishte i vështirë, po ju kujtohet lagështira aty ka bërë të vetën, sepse po e vutre shumë rëshqitje. Madje ai terren të impononte edhe, po për fal Zotit nuk pati të dëmtime, të impononte edhe dëmtime. Pra, lojtarët tanë mund merren edhe dëmtime. Por normalisht dhe pjesë dhe ekipi ynë duhet të kishte bërë më mirë, sidomos pjesën e parë, ku nuk arriti dot të dilte lojën e vet, sepse kundërshtari e bllokoi, por mendoj që pati dhe një dilemë ose një aspekt tjetër ku ai psikologjik, ku ne kishim detyrim fitoren dhe normalisht duke pas detyrim fitoren ne e vura re, ekipi u bë nervoz. Po e keni vënë re dhe ju këtë pjesë, domethënë këtë fakt. U bë nervoz dhe nuk po dilte dot në lojën e vet.
Dhe aty ndërhyri Silvinho me 2 zëvendësimet që i bëri me Bajramin dhe me Uzunin, të cilët i dhanë frymëri ekipit, i liruan hapësira dhe u ndodhi ajo që ndodhi, pra që ne shnuam gol. Pra sipas teje Andora u luftoi dje me mishë me shpirt për ta mbajtur atë barazimin me Shqipërinë. Patjetër, ata ishin all in, dhe pse një klub, një ekip kombëtar hibrid që një shtet me 79.000 banor, me një stadium me 5.600 banor, dhe të luajnë atë formë, unë se kisha parë. Më vura re dhe pash një intervistë një lojtarit të tyre, i cili thoshte unë do luaj do luftoj për shokët e mi serbë. Kjo ishte një intervistë e çuditshme në fakt, ku në futboll këto janë të papranueshme, gjithsesi ata e bën lojën e tyre dhe ne ku e dim dhe ne jemi njerëz që gjithmonë mendojmë më të mirën dhe mendojmë për po them gjëra të drejta, por nuk e dim këtë pjesë, mund të ketë pas dhe ndonjë po them marrëveshje të fshehtë ose të tërthort ndërmjet Federatës Serbe dhe padyshim edhe këto luajnë. Mund të ketë patur një gjë të tillë ku kanë menduar dhe kanë dashur që të bëjnë surprizën e hidhur Shqipërisë dhe patjetër madje për ta kjo është pjesë e lojës. Në këtë deklaratë tënde ishte një intervistë e Mitrovic, i cili u shpreh që i sigurt pas ndeshjeve të fundit të tetorit që Shqipëria do të ndalet nga Andora. E kishte siguri Mitrovici. Pikërisht është kjo, pra i bie që ka pas një marrëveshje të fshehtë ndërmjet, por normalisht Andorra është ekip cinik, një ekip nuk më la fare për shtypje të mirë dhe me të drejtë është dhe atje ku është në fund tabelës dhe ka psuar gjithë humbje në këtë kompeticion. Skerdi, ne jemi dy njerëz që flasim dhe e dashurojmë futbollistikisht Armando Brojen. Ne kemi përmendur këtë edhe në emisionin e kaluar dhe tani është më shumë se kur tema Armando Brojës. E di që zemra nuk na e bën që të kritikojmë apo ta themi një fjalë më shumë për Brojen, por të ardhur momenti që është më mirë të themi disa gjëra që ta ndihmojmë Armando Brojen se sa ta mbështesim në të kot. Nuk e di si mund t'i komentosh ti lotot e Brojës dhe gjithë atë dëshirën për të qëndruar në stoli vetëm i mërzitur dhe për të mos festuar së bashku me shokët e ekipit. A është kjo zgjidhja për të qarë, për të marrë gjërat? Pra këto lotot e Brojës, më saktë, të duken lot të një fëmije të përgëdhelur që i kërkon gjërat duke qarë, apo janë lotët e një njeriu që shikon veten që nuk është në nivelin që ai duhet jetë? Shiko, Broja është e kemi thënë edhe më parë që Broja është një talent i madh i Joni, por unë e kam vëre shpesh dhe kam thënë dhe më parë që Broja duhet punoj jashtëzakonisht shumë dhe Broja duhet punoj dhe në aspektin psikologjik. Sepse dhe veprimi i dieshëm të bën të mendosh dhe të bën ta diskutosh se Armando Broja ka probleme psikologjike. Dhe normalisht veprimi i dieshëm ishte ato ishin lot, kjo duhet thënë, ato ishin lot keqardhje që pse nuk arrita unë të bëja më të mirën. Se gjithë secili mund ta mendoj këtë, ai ishte një lojtar elitar, por duhet ta kërkojtë vetja këtë gjë. Nuk duhet ta kërkojtë askush tjetër. Dhe ai veprim mendoj që ishte dëshpërimi i tij, domethënë në atë fragment kohe, por kjo duhet i bëhet atij mësim. Dhe duhet i bëhet mësim për mirë, normalisht duke u stërvitur shumë, duke mbështetur shumë. A mendon se do të jetë kjo pika e kthesës për të? Si? Të lutem edhe një herë. A mendon se do të jetë pikërisht ky moment pika e kthesës për të? Unë shpresoj se po. Sepse në këtë ndeshje ai tregoi që ishte në një nivel shumë të dobët, prandaj dhe u zvendësua në minutën e mos gaboj 54. Po. A është faji i Silvinhos për aktivizimin e tij në krah? A shikon këtë si problemin e Brojës për momentin? Atëherë, Silvinho nuk ka asnjë faj këtu. Broja është nënç, ne e ka thënë dhe vetë që unë jam nënç natyral. Dhe ne e dim që Broja është nënç. Por është dhe sulmues i krahut djath. Sidomethënë, po ju kujtohet Mourinho e vendos jeton mbrojtës të djath. Një lojtar, shikoj Uzunin ku luan Uzuni. Uzuni është fiks rasti, po. Uzuni është yll. Uzuni është njeri që me zemër të madhe, njeri me shpirt luftarak që jep gjakun për fanellën, edhe për ekipin kombëtar. Dhe këtë e bën gjithandaj ai ku luan, sepse çështje karakteri kjo pjesë. Nuk është çështje merre vë mbrojtës qendër ta bën ai. Mbrojtës të djath, e kupton? Pikërisht në këtë kuadër dhe në këtë logjik, lojtari duhet japi maksimumin atje ku e çon. Pra, çfarë i mungon Brojës që është 1.92 gjatë të bëj sprint apo të luftoj për top par? Çfarë i mungon? Nuk mund mendoj që se mungon asgjë. Thjesht duhet të stërvitet më shumë dhe të përmirësoj aspektin psikologjik.
Ka gjë është. S'është faj fare Silvinho, ai ti thot Silvinhos faleminderit që e ka vendosur titullar, sepse ne e dimë që ka lojtar më në formë se Broja, paska talentin Brojës. Absolutisht më në formë. Dhe këtu kur unë mendoj që kur trajneri kur përzgjedh një lojtar bën disa si thua shikon disa elemente ky lojtar dhe shikon disa situata. Nuk është se e fut të lojtar në fush vetëm për një gjë që ky një lojtar mund të luajë në fush edhe nëse s'është në formë, sepse për shembull, nëse një lojtar nuk është në formë, por ka shumë theksuar edhe është shumë i fortë në aspektin mental dhe psikologjik, dhe mund të luajë. Dhe kjo pjesë atë e suporton te aspekti fizik ose te aspekti lojës. Dhe këtë gjë ka treguar Hysaj. Hysaj ka qenë jashtë nga ekipi Lazio, ka qenë i përjashtuar dhe ka luajtur në ekip kombëtar. Pse ka luajtur? Për shkak të eksperiencës dhe të aspektit të tij të forcës psikologjike. Është vërtet. Skreti ka dhe një teori tjetër të njerëzve tifozëve të Shqipërisë, të cilët e shikojnë ndeshjen me sytë e tyre, në mënyrën e tyre dhe ata shprehen se Broja është pak i shkëputur nga pjesa tjetër e ekipit, ose më saktë pjesa tjetër e ekipit kërkon që të shkëputet nga Broja. Ti në syrin tënd, a vëre një gjë të tillë, pra një mos shërbim të Armando Brojës, ndryshe nga lojtarë të tjerë që mund të lozin krahun e tij, e vëre pra se edhe vetë si Lyse e tha në konferencën për shtyp, tha diçka në ngjashme që Broja ka një tip paksa kontroversa, është pak i turpshëm dhe nuk është i përfshirë në 100% me pjesën tjetër të grupit. A ndikon kjo, e ke parë në lojë? Po padyshim që ndikon, patjetër që ndikon. Është një lloj si në një ekip shokësh, se ne kemi luajtur të dy edhe në Calceto edhe në fushat zeza kur kemi qenë të vegjël. Në një ekip shokësh mund të jetë një lojtar shumë i mirë, po është i ndrojtur ose ka probleme të tjera dhe nuk është i bashkuar me grupin. Dhe në këtë kuadër lojtarët e tjerë luajnë me njëri tjetrin, pra e kanë më mirë ose shprehen më lirë me njëri tjetrin se sa me një lojtar që nuk është më mirë se ata. Dhe kjo çështja e Brojës. Pra Broja duhet të punoj, duhet ulet me këmbë tokë të punoj për veten e vet në aspektin fizik dhe në aspektin psikologjik. Ne kemi thënë dhe emisionin e kaluar që ai duhet të përmirësojë veten. Pra nuk ja kanë fajin as shokët e ekipit, as dikush tjetër. Ja të jap një shembull konkret fare. Nëse e keni vënë re Broja u mbet topa për shembull. Me një inkursion bën për të esur, mund të humb topin dhe riecën kështu me hap të lehtë, që në futboll nuk lejohet ai hapi lehtë. Po pse mo? Kush është arsyeja pra? Humb topin, ktheu merre topin, lufto për topin që humbet. Kjo është pjesa e karakteristikës tjetër. Pra pikërisht, Broja ka problemin te vetja, nuk e ka problemin askush. Nëse ne deri dje thonim që Aslani nuk i pason, që Azim Laçi nuk i pason kuptimin, nuk i nxjerr topa ai sa i mendon. Nuk e furnizon me topa ai sa i mendon, ose ai sa i kërkon. Nëse ne e thonim këtë dje, kemi thënë në ndeshjen në ndeshjet e mëparshme dhe aktualisht nuk mund ta themi më dot këtë, sepse ka shërbyer, ka humbur topa, nuk ka rikuperuar dhe pastaj ka menduar që ka pas probleme vetën. Dhe ashtu siç nuk mund të themi dot që nëse 3 trajnerët e Chelsea ishin në kyçi, nuk është i keq as trajneri i Evertonit, as i Burnleyt, as i Southampton apo gjithë ekipeve kur Armando Broja shkon dhe ka probleme me ta dhe nuk aktivizohen 100% që ti. Kështu që është po një logjik siç e thënë ti me lojtarët fjalë. Tani ne dëshirojmë shumë dhe duam shumë Armando Brojën dhe duam shumë që ai të jetë një nga starat tan, një nga yjet tan. Por ka vetë fatin e vet në dorë, gjithsesi e ka vetë fatin e vet në dorë. Nëse Uzuni nuk e thirrën në Europian, që për mua ishte një gafe e madhe që ka luftuar ai shumë Uzuni dhe nuk e thirrën, Uzuni e tregoi prap veten kur është e kanë thirrur, e kanë aktivizuar dhe ja kur sot e kësaj dite dhe është protagonist. Sepse e ka luftuar për ta marrë atë gjë. E ka luftuar. Nuk e kanë dhënë fal. As atij, as Aslanit, as ku di unë, dhe lojtarëve të tjerë, pastaj sidomos qendrës mbrojtjes, jo. Ka luftuar pra për atë gjë, ka luftuar për atë që kërkon. Kurse ky ka të gjithë potencialin dhe nuk lufton. Nuk ta fal njeriu kush në jetë, asgjë. Ose e merr, ose e fiton, nuk ta fal njeriu, harroje. Le ti është ti Messi ti është, jo më Armando Broja. Armando Broja nga 30 milion pound vlera i ka vajtur vlera 11 milion. Edhe s'po e duan as të Burnley më. Pse? Se është problemi vet. Ty ta japin mundësinë një herë, ta japin 2 herë, ta japin 3 herë. Lufto më zotri. Lufto, stërvitu fort, përmirëso në aspektin psikologjik, bëhu më social, se dhe kjo është pjesa e socializimit që ne folëm pak më parë, pra për shokët që ri larg nga shokët.
Po. Kush është arsyeja? Ai mund të ketë karakterin e vet, unë nuk e njoh nga afër, por në aspektin sportiv, Është kjo pjesë për të përmirësuar normalisht, sepse padyshim, se nëse je larg padyshim, grupit, kjo ndikon edhe në lojë, ta na shkalojnë në një apo dy raste. padyshim, duhet të socializohesh dhe të bashkohesh me grupin bashkë me ta të shkrifesh, pra ti jesh në një. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë nuk ka sukses, sidomos në aspektin personal, sepse ekipi në grup tashmë fal Zotit mbas ndeshjes me Lituaninë ne arritëm mbas barazimit të parë që morëm atje, Po. ne kemi arritë rezultate shumë mira pastaj. Duaj edhe një koment tënde se i përket Kristian Aslanit. Është ai mesfueshori i cili edhe në momentin që bëhet ero, edhe në momentin që bën golin, prapë sikur të paktën sërin tim ka diçka sikur nuk shkon edhe aq fort mirë aty në mes fushën, atë shpejtësinë e topit në mënyrën e lojës. Domethënë janë disa ndeshje ku pavarësisht se Aslani luan mirë, prapë nuk është ajo 100% që ideale. Ai shikon, ai vëre edhe ti diçka të tillë te Aslani marrë shkasën e një deklarate para një viti e ndihmësit të rejës, Korinit, i cili tha, kur e kam parë Aslanin, me aq shumë potencial në kaluarën, mendova se do të bëj një yll i madh, ndërsa tani tha nuk e kuptoj dot se çfarë nuk shkon me të për faktin sepse nuk është rritur. Ka një apo 2 vitet e fundit tha që po qëndron në rënd dhe nuk është rritur. Nuk është ndihmuar as nga stabiliteti me Interin. Shiko, Aslani ka, për mendimin tim, ka goxha potencial. Shumë potencial si mesfueshor, është fantazistë shumë i mirë, është hap topa, është një lojtar i cili ka shumë cilësi dhe jo më kot ka luajtur me Interin. Ideja është që Aslani është, për mendimin tim, dhe kjo që thoni ju është pjesërisht e vërtet. Aslani duhet të rritet dhe duhet të ketë një marsh të shtuar dhe në kombëtare dhe normalisht në klubin e vet. Po ta vini re dhe te Torino, ka luajtur 4-5 ndeshjet e para dhe aktualisht nuk është më titullar, ka humbur vendin e titularit. Kështu që duhet të rritet, pra duhet të bëjë më shumë si në kombëtare si në klubin ku luan. Sepse i ka të gjitha cilësitë. Pastaj çfarë nuk shkon konkretisht me të, kjo duhet ta thon përgatitësit atletik, trajneri, stafi i klubit e tjerë. Ne nuk mund ta themi dot që çfarë ka i konkretisht, por ne shohim këtë gjë që thatë dhe ju më parë. Ne shohim që në sytë tanë Aslani mund të bëjë më shumë. Mund të japë më shumë, mund ta lidh me fushën më mirë, mund të punojë më fort, mund të luftojë më shumë. Kjo padyshim që po. Por janë dhe komponentë të tjerë në klub, në ekip që normalisht bëjnë atë puzzle-in e madh pastaj që mund të japin edhe vlerat dhe notat për lojtarët konkret. Kërti në mediat shqiptare është folur shumë se përket ndryrjes së menaxherëve kundër Silvinjës, tek Silvinja. Tani dua një ide tënde, ndërkohë që kemi edhe raste të tjera. Për shembull, Myrto Uzoni ka ndruar menaxherin në kohët e fundit dhe shumë kushta e ndroi menaxherin për të kapur kombëtarën që Silvinja ta fusën në fushën e lojës, sepse ndryshe nuk do të hynte. Pasi sipas tyre për çfarë Myrto Uzoni do ta ndronte menaxherin në moshën 31 vjeçare ku i ka arritur thuajse të gjitha. Dhe pak ditë më vonë tërgullon lajmi se Myrto Uzoni është shumë pranë Kajlerit në Serie A. Pra, duke përfituar dhe nga statusi i faktit që Federata Shqiptare e Futbollit ka lidhur marrëveshje me Federatën Italiane të Futbollit që lojtarët shqiptarë të mos quhen të huaj atje, kjo është një ndihmë e madhe që ndihmoi shumë Zhegrova, tani do ta ndihmojë edhe Uzunin. Ndërkohë kemi edhe një rast tjetër me Medon Berishën. Fali Ramadani është menaxheri Medon Berishës, Fali Ramadani është menaxheri Silvinjës. Medon Berisha në momentin që askush nuk e njifte, shkoi në Europianin e Gjermanisë pa pritur, na biti të gjithëve, madje dhe luajti kundër Spanjës në ndeshjen më të rëndësishme për ne, dhe tani Medon Berisha ndodhet në një super form, por Silvinja nuk po aktivizon, megjithëse është po prapë Fali Ramadani menaxheri të dyve. Tani është ky Silvinja bashkë me Fali Ramadanin apo është ky Silvinja kaq i çuditshëm sa askush nuk e kupton. Atëherë këto teza dhe ne i kemi diskutuar edhe në studio dhe me njëri tjetrin, i kemi diskutuar dhe më parë. Por un kam një tezë të timen ku them që rezultatet janë ato që përcaktojnë jo vetëm fatin, po përcaktojnë statusin e personit. Pra rezultatet. Nëse ke rezultate mund të jesh më i keq, mund të kesh bërë çdo gjë nga këto. E kupton, mund të kesh bërë dhe gjëra të tjera që janë më të poshtra se kjo, por rezultati është treguesi, pra matesh me rezultat. Dhe kështu në këtë kuadër Silvinjo matet me rezultatin dhe bravo i qoftë që ka arritur deri në këtë pikë ku ne nuk e besonim, ne uronim, po nuk e besonim për shkak të nisjes keqe që bëri kombëtarja jon. Po themi dhe në Nations League më parë, po edhe fillimet e kualifikuesve të botrorit.
Kështu që unë nuk dua ta besoj më këtë gjë. Unë e kam thënë personalisht, e kam thënë në studio, e kam thënë për Muçin, pse nuk aktivizohet Muçi. Që Muçi për mendimin tim është një talent shumë i mirë dhe një lojtar me të vërtetë shumë i vlefshëm me një vlerë të caktuar, gati 15 milionë euro, luante te Beşiktaş, luante te Trabzoni. Kështu që ai ka parë të arsyeshme dhe rezultatet e kanë treguar që ai është me të vërtetë njeriu që i është dashur dhe i duhet kombëtares. Dhe për këtë pjesë ne duhet ta unë personalisht nuk duhet ta diskutoj më që ndërhyn menaxherët apo ka. Ati bravo i qoftë se ka arrit rezultatin. Sa për Medon Berishën Medon Berisha është një djalë, një lojtar fantastik dhe është fat që ne kemi atë në kombëtar. Një djalë 23 vjeç, ka dalë disa javë për javë, shikojmë që shënon gola, bën asist, lojtari ndeshjes. Kështu që rezultatet tani kanë dhënë drejt Silvinios, po për mua Medoni duhet ishte në formacion. Kë do të ishte apo si do të luante është punë tjetër, po e meriton të ishte në formacion me formën që po kalon dhe me ato cilësi që ka. Prandaj ne themi shpeshherë që të gjithë njerëzit gabojnë, të gjithë ne gabojmë, por është më mirë që të gabojmë ne si gazetarë se sa të gabojë Silvinio, sepse do të kemi më pak dëme nëse do të gabojmë ne. Kështu që koha i dha të drejtë Silvinios me Muçin, edhe me shumë raste të tjera besoj. Po dhe me Anis Mehmetin edhe me lojtarë të tjerë. Patjetër. Tani për ta mbyllur Skerdi duhet të bëjë një pyetje të fundit, kam këtu përpara syve listën dhe ndarjen e vazave, të paktën deri tani është një faqe shumë specializuar e cila ka dhënë një tjetër listë nga ajo që ka qarkulluar në media deri tani për mënyrën se si do të jenë ndarë 4 vazat dhe 2 kundërshtarët e Muçun që do të ketë Shqipëria për të shkuar në botror. Pra jemi për fazën play-off. Vaza e parë është Italia, Turqia, Ukraina dhe Polonia. Në vazën e dytë ndodhet Walesi, ndodhet Hungaria, ndodhet Skocia dhe Çekia, ndërsa në vazën e tretë gjendet pikërisht Slovakia, Rumania, gjendet Shqipëria dhe Kosova. Pra, sipas rastit në fjalë, sepse vaza 4 ne nuk i kemi jashtë lojë, në rast nuk ta duhet, sipas kësaj ndarje të vazave, Shqipëria dhe Kosova ndodhen në vazën e tretë dhe me pikët që kanë 1400 e 1285 pikë, është sigurt që të dy këto kombëtare apo kombëtare shqiptare përfaqësuese e Kosovës nuk mund shkojnë dot në vazën e dytë. Marrim për bazë rastin në fjalë. Dhe për të shpjeguar njerëzve, ndeshja gjysmëfinale do të jetë pot 3 që do të ndeshet me pot 2 dhe pot 1 që do të ndeshet me pot 4. Ndërkohë në ndeshjen finale do të kemi një përballje me pot 1, ku do të luhet në një fushë e cila do të përcaktohet me short, ndërsa në ndeshjen gjysmëfinale, sipas të gjitha gjasave, pa nuk patë ndryshime të mëdha, Shqipëria e luan në transfert. Dhe për ta nisur nga këtu, Skerdi, atëherë në gjysmëfinale ne do të përballemi me një nga këto 4 ekipe duke marrë për bazë të ranglistë. Walesi, Hungaria, Skocia dhe Çekia. Për ty, kush është varianti më i mirë dhe varianti më i keq? Për ta luajtur në transfert. Për mendimin tim janë gjitha ekipe që janë niveli jonë, nuk është se kanë nivel më të lartë se ne. Ne kemi provuar me Çekin ku i kemi mundur 3-0, kemi bërë dhe barazim atje 1-1. Skocia, mendoj që Walesi është ekip goxha i fortë. Është për t'u evituar. Urdhë, më fal? Është ekipi për t'u evituar në këtë pot 2. Po, mendoj që është ekipi për t'u evituar sepse aspekti i lartë, ata kanë disa karakteristika, pra aspekti fizik që dominojnë me lojtarë shtatë lartë, janë një ekip që kanë pasur ndër vite, kanë pasur lojtarë yje dhe kanë milituar në kategori, po themi, ose pra gjithkohën kanë marrë pjesë në për kampionate europiane apo dhe botrore. Pra kanë qenë pjesëmarrës dhe kanë eksperiencë desha të them. Po mes Hungarisë, Skocisë dhe Çekisë më jep një zgjidhje sipas se kush do të ishte për ty më e mira. Hungaria. Ose edhe Çekia apo Hungaria, mendoj që do ishim. Dhe për ta unë besoj që ne do ta kalojmë. Dhe për këtë jam i bindur, nëse ekipi jon kombëtar, pra nëse ekipi shtrëngohet, të luajë si me Serbinë apo të bëjë ndeshje, pra shiko, që mos kthehemi prapë nga fillimi thjesht me dy fjali. Ne kemi pas problemin te vetja. Pra, ndërmjet njëri tjetrit dhe grupimeve që kanë qenë aty. Në momentin që aty ka frym, ka harmoni, nuk ka, sepse shpirti jon shqiptar është shumë i madh. E kupton? Dhe karakteri ynë për post lojtarëve, sepse ne kemi lojtarë që nuk luajnë fare në ekipet e tyre dhe vinë këtu dhe të shqyejnë.
Po e them në thonjza, po e them Po, shqip, po e them po e ul, po e them në tamam shqip. Pra vin këtu dhe luajnë në mënyrë shumë të mirë dhe luajnë me vrull, luajnë me grind sepse kanë vënë shpirtin në fushë. Pra dhe kjo është nëse ka harmoni dhe nëse ka po themi bashkim në ekip, pra është një ekipi luan si një trup, le të luajmë kundër të bjerë kundër me këto ekipe. Pra. Dhe në vazën e parë që ndodhet dhe në vazën e parë që ndodhet Itali, Turqi, Ukrainë dhe Poloni. Italia është ekipi normalisht më i fortë. Dhe Turqia është ka goxha ekip mirë, po nuk mendoj që ka ndonjë, po them, diferencë jashtëzakonisht madhe. Vetëm Italia, Ukraina dhe Polonia pse. Edhe Polonia dhe Ukraina nuk është se kanë ndonjë diferencë me ne. Po, veçanërisht Ukraina ne kemi mundur në transfert, kështu që absolutisht. Pra, që të kuptojmë, ne kemi arritur një nivel mjaft të mirë në futboll. Dhe kjo është vënë re jo vetëm ndeshjet e fundit, por gjitha kompeticionet që ne kemi marrë pjesë që mbas që nga Europiani. Pra nga eliminatorët e Europianit dhe vetë Europiani, ku kemi bërë paraqitje shumë dinjitoze dhe Silvinho ka bërë një, po them, ka ruajtur frymën e grupit në shumë ndeshje dhe ka punuar mirë edhe në aspektin tekniko-taktik. Thënë kështu, ne jemi bërë një ekip që i paparashikueshëm dhe një ekip një kockë fort. Nuk është se na mundi do të kollaj, do ta shohim dhe me Anglinë. Do thon njerëzit ose do themi ne që ne tani tashmë jemi kualifikuar, Anglia e parë e grupit dhe ne të dytë. Okej, por ata luajnë me yje dhe kanë për të futur yjet këtu. Nuk është se kanë për të luajtur se dhe me Serbinë luajtën me ekipin e parë, nuk është se luajtën me ekipin e dytë. Pashka disa, po themi Bellingham apo disa lojtarë, 2-3 lojtarë të tjerë që ishin në stol dhe u aktivizuan pjesën e dytë. Dhe kemi për ta parë këtu që ka për të qenë një ndeshje shumë e bukur dhe një ndeshje hapur dhe një ndeshje luftuar. Dhe rezultati mendimi im ka për të qenë shumë i ngushtë. Ka për të qenë i ngushtë në favor të Anglisë. Po, absolutisht që po, sepse do luajnë të dy. Përpos që kjo është një ndeshje vitrinë Anglinë, domethënë normalisht në këtë fazë lojtarët tanë i shikojnë gjithë skautët në botë. Dhe normalisht e kemi thënë më parë që duan të shfaqin dhe të japin vlerat e tyre në fushë, ku të shfaqin të promovojnë veten e tyre, pastaj normalisht dhe të marrin rezultatin dhe të bëjnë më mirë, të bëjnë mirë për kombëtarën e për vendin e tyre. Prandaj do jetë një ndeshje shumë e luftuar dhe një ndeshje jashtëzakonisht e bukur sepse janë sytë shumë skautë dhe në sytë e botës. Kjo ndeshje do i trajtohet si ndeshje vitrinë. Normalisht luhet kundër Anglisë. Okej, Skerdi, shumë faleminderit që ishe pjesë e jona dhe do të jemi sërish bashkë për të komentuar me shumë mundësi. Kënaqësia ime, faleminderit. Faleminderit.